Gazetarit Enrik Mehmeti ju dha lamtumira e fundit me homazhe në teatrin Petro Marko në Vlorë, ku u ndan nga jeta në moshën 40 vjeçare pas një aksidenti tragjik. Familjar, miq, kolegë dhe personalitete të jetës publike bën homazhe pranë arkmortit të gazetarit, i cili la pas 2 fëmijë, më i vogli vetëm disa muajsh. Mes të pranishmëve ishte edhe kryeministri Edi Rama. Kreu i qeverisë u shprehu ngushëllimet familjarëve dhe kolegëve të gazetarit të ndjerë, por nuk pranoi të bënte komente për mediat. Edhe kreu i opozitës, Sali Berisha, e përkujtoi Enrik Mehmetin përmes një reagimi në rrjetet sociale. Enrik Mehmeti u përball herët me përgjegjësitë e jetës, siç kishte treguar dhe dokumentuar dhe vetë në vitin 1997, kur ishte vetëm 11 vjeç, shërbeu si përkthyes për t'u dhënë zë njerëzve që nuk mund të komunikonin. Gjatë karrierës së shtrirë në gati 2 dekada, Enrik Mehmeti bashkëpunoi me disa media ku raportoi për çdo zhvillim të rëndësishëm në qarkun e Vlorës. Ai mbajti gjithashtu detyrën e kryetarit të Unionit të Gazetarëve Shqiptar për Vlorën, duke u kthyer në një mbështetje të rëndësishme për kolegët.